Pikërisht, sepse në fakt kam përshtypjen që ndonjëherë edhe përdorimi i termave të cilët duken të mëdhenj bëhen her pas here ndoshta edhe të pakuptueshëm për qytetarët, për prindrit apo për vetë studentët, sepse kur themi digitalizimi konkretisht kujt i referohemi? Atëherë, kur themi digitalizim, i referohemi një qasje të re, nuk do të thoja, por një sistemi mësimdhënës, ku unë në fakt do ta koordinoja apo do ta bëja do të thoja një mix mësimdhënie me qasje tradicionale dhe mësimdhënie në më pas ku futet digitalizimi. Pra, të rinjt apo studentët apo nxënësit ta marrin formën e të mësuarit apo informacionin në një mënyrë të re, pra ku të kemi pajisje digjitale mbi të gjitha dhe mësuesit apo lektorët të jenë të përgatitur për një mësimdhënie digjitale. Pra, që do të thotë që kërkim sa më shumë në forma të ndryshme, në platforma të ndryshme, përdorimi i pajisjeve të ndryshme digjitale në orët e mësimit, pra të gjitha këto ndikojnë pozitivisht dhe janë një ndër arsyet që ne na çojnë në një sistem arsimor të zhvilluar, pra siç e kanë dhe vendet europiane. Pra, nuk duhet ta shikojmë, më fal që të ndërpres, pra nuk duhet ta shikojmë si diçka të pamundur, as nuk duhet ta shikojmë si diçka absurde, por unë mendoj që reforma në sistemin e digitalizimit tashmë është një nevojë e cila duhet ishte kryer ndoshta kohë më parë.